Konflikti SBA-Iran ka hyrë sot në ditën e tretë, gjatë natës është përhapur edhe në qytete të tjera. Shefi i Sigurisë Kombëtare të Iranit, Ali Larijani, ka deklaruar se vendi i tij nuk do të negociojë me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Deklarata u bë përmes një postimi në platformën X, ku Larijani reagoi ndaj raportimeve se zyrtarë në Teheran po planifikonin të rifillonin bisedimet me Washingtonin. Larijani është sekretari i Këshillit Suprem të Sigurisë Kombëtare të Iranit dhe ka shërbyer si këshilltar i liderit suprem të ndjerë iranian, ndërsa presidenti amerikan është zotuar se do të ndëshkojë Teheranin me forcën e plotë të ushtrisë amerikane. Bashkë me neve në studio është zoti Ramez Ismaili, ish konsul në Abu Dhabi. Mirë se vini. Ndërkohë, përmes një lidhje direkte kemi edhe gazetarin Itag Arturin do këtë kemi? Arturin e kemi, me siguri regjia na konfirmoni, të cilin kolegun ton e përshëndesim. Artur, mirë se erdhe, faleminderit shumë për kohën. Faleminderit shumë se do të kemi shumë lidhje direkte dhe shumë kolegë. Do doja të nisim me ju në Tiranë, më pas edhe në studio se jemi në kushte më komode. Cila është situata në momentin në cilin po flasim? Cila është gjendja në këtë konflikt në linjën e mesme? Po, në fakt, me ekipin e gjerimit të Top Channel ndodhemi tani në këtë moment në Akaria, në qendër të Tel Avivit. Siç e shifni bashkë meje, është goditur një qendër rekrutimi dhe furnizimi e ushtrisë dhe trajnimi e ushtrisë izraelite. Janë të shumta këto qendra në zonë. Shikoni, ka rënë një raket balistike dhe ka goditur gjithë zonën e ka shkatruar atë. Siç e shikoni në pamje, për fat nuk ka patur viktima. Por, natyrisht, bëhet fjalë për sulme të ashpra nga ushtria e Iranit, e cila ngelet shumë aktive pavarësisht se po gjendet në zjarrin e ushtrive të Shteteve të Bashkuara të Izraelit dhe tani me sa duket duke u përshkallëzuar tani më situata, mado mendja sot ose nesër dhe shumë vende të Bashkimit Evropian do të hyjnë në luftë, pikërisht sepse u prek territori i Bashkimit Evropian. Është prekur baza e Kipros. Nëse do marrim të mirëqen që baza në akroterit e Kipros quhet territor britanik, atëherë është prekur NATO, ndaj edhe hyn në funksion në artikulli 5 i Aleancës Euroatlantike. Që thotë sulm ndaj një vendi të NATO-s tregon sulm ndaj gjithë Aleancës. Mirë, ata zgjarojmë një gjë të lutem, sepse në momentet të tilla edhe rrjetet sociale po e bëjnë këtë. Më pas përballemi edhe me shumë lajme të rrejshme, por duke qenë në Tiranë, ti po thua që situata vërtet është e tensionuar dhe serioze dhe mund të përshkallëzohet apo jo? Shiko, analiza ime është që normalisht do përshkallëzohet. Përse e them të? Në radhë parë, të sqarojmë çështjen në Izrael. Në Izrael është sulmuar Izraeli gjatë këtyre ditëve me disa qindra raketa, 200 raketa dhe 140 dron janë hedhur në territorin e Izraelit. Natyrisht, me përjashtim të rastit dje që pati 9 viktima, fatkeqësisht 9 viktima dhe 28 të plagosur në zonën e Jerusalemit, nuk kanë bërë një dëm të madh, ose ky dëm i këtu nuk konsiderohet dëm i madh, pavarësisht se bëhet fjalë për një objekt midis civiles dhe ushtarake, sepse është një qendër rekrutimi dhe trajnimi, por nuk konsiderohen dëme ta quajmë të mëdha. Para pak minutash ka rënë një raket në zonën e Beershevas, do mendja të shkojmë aty të shikojmë se çfarë ka ndodhur, por nuk janë dëme në të cilat ta quajmë popullsia duhet të jetë të friksuar. Nuk besoj se është kështu. Tani çfarë ndodh? Për shkallëzimin e situatës në zonën e lindjes së mesme, të mos harrojmë, Irani ka sulmuar deri tani 12 shtete. Ka sulmuar gjithë vendet e lindjes së mesme, madje mes tyre edhe vendet aleate të tij. Siç është Omani për shembull. Duhet mos harrojmë që Omani është vendi i cili në këtë moment po bën negociatat, po ndërmjetëson për uljen e tensioneve. Kështu që në momentin që është sulmuar Omani, nuk pritej fare as pak sulme mbi Dubai. Ishte i frikshëm dhe kemi shumë dhe qytetarë shqiptarë dhe kosovarë aty, më saktë nga vendet shqiporëse të cilët janë izoluar. Por ajo që mua më shqetëson, ajo që mua më shqetëson, që të mos e zgjas dhe t'ju lë dhe ju hapësirë të më pyet se çfarë të dëshironi, ajo që mua më shqetëson është fakti që sulmi në Akrotiri, që të dini, zona e Kipros, atë një territor britanik. Tani është shtet më vete, i cili është vend i antar i Bashkimit Evropian. Nëse zona ushtarake, pra baza ushtarake e Akrotirit, pjesa sulmi është kryer në territorin e bazës, atëherë automatikisht kemi sulm ndaj territorit të NATO, sepse Britania e Madhe nuk është vend antar i Bashkimit Evropian,
por është antare e NATO-s. Dhe para pak minutash aty ka rënë alarmi sërish, që do thotë, nëse e theksoj dhe mbaj një rezervë, ju lutem mos më keq kuptoni, që mos a monopolizoj. Pra nëse ka rënë në bazën ushtarake të Akrotirit, kemi sulm ndaj NATO-s. Nëse ka rënë jashtë kësaj baze, kemi sulm ndaj një vendi të Bashkimit Evropian. Tani t'ju jap një lajm që nuk kam mundur as ta transmetoj sepse në këtë moment po e lexoj në telefon. Ushtria greke sapo ka njoftuar se ka dërguar në zonë avion F-16 dhe 3 fregata të saj po i dërgon me urgjencë në zonën e Kipros. Pra, po shikojmë një shtim të prezencës ushtarake në rajon. Për fat të mirë nuk është sulmuar ende Turqia, çka do të thotë që kemi shpresa të mira se hyrja e Turqisë në luftë pasaj do të ishte problemi i madh jo vetëm për Iranin, do ishte problemi i madh për një zgjerim të fronteve në shumë territore të cilat do krijojë problem. Shpresojmë që Turqia të mos hyjë në një luftë të tillë, sepse do ishte gjithmonë jo e mirë një luftë rajonale do të sillte shumë pasoja aq më tepër shumë të vrarë me civilëve. Po, është duke qarkulluar një lajm që është sulmuar zyra e kryeministrit Izraelit. Ka ndodhur ka informacione? Jo, nuk është e vërtet që sulmuar zyra, përkësh pa këtu, për këtë objekt po bëhet fjalë, është shumë pranë, është nga edhe kamerën në formë horizontale që ta shohim edhe ne edhe shikuesit pamje tamam, nëse ka pak më shumë pamje, po. Po, atëre, pra, sulmi është kryer këtu. Zyra e kryeministrit është nga mbrapa po shumë largë, është rreth 2 kilometra që këtej. Nuk ka lidhje fare. Sulmi me zyrën e kryeministrit. Por këtu ka qenë është kjo qendra e rekrutimit dhe trajnimit të ushtrisë. Siç e shikoni këtu, pra këtu trajnohen jo vetëm për civile ushtarake, edhe për civile, shikoni si është veshur ushtari aty me pra është do të thënë kjo qendra këtu është një qendër që trajnohet sepse populli i Izraelit është një popull që lufton shumë vite dhe gjithë popullsia trajnohet jo vetëm për qëllime ushtarake, por trajnohet edhe për qëllime civile. Ndaj nuk mund ta quajmë një sulm kundër një reparti të mirëfillt ushtarak, është qendër midis civiles dhe ushtarakes. Por patjetër ruhet nga ushtarët, ka kamera kudo dhe po të shikoni do t'ju tregoja që dëmet janë kryer në të gjithë zonën këtu, shifeni? E gjithë kjo zona këtu, pra nuk kanë gjellë asnjë xhamp aty, janë zyra qeveritare nga brapa, gotina qeveritare, do të në pikat midis gradacelave dhe këtu. Por nuk ka asnjë dëm, asnjë rrezik, si për sigurinë e kryeministrit që nuk diskutohet, i cili nuk ndodhet natyrisht në zyrë, ndodhet në ambiente të posaçme të krijuara nga ushtria, ashtu edhe për eksponentët e lartë të ushtrisë izraelite. Zotri Bibe, nëse po na dëgjon, po, sa të sigurt jeni ju edhe qytetarët e tjera atje, sepse duhet ta bëjmë edhe këtë pyetje, sepse po shohim që ka qarkullim dhe jeni pak të relaksuar gjatë kësaj bisede të përbashkët që kemi. Shiko, ta nisim me popullin e Izraelit. Populli i Izraelit është popull që nuk ka frikë sepse jetojnë historikisht mes luftës. Të paktën të pyetur nga ne sepse ne nuk kemi shumë kontakte ta quajmë me popullin, sepse detyra jonë është për tjetër gjë, ne nuk kemi as tifoz të asnjërs pa, ne jemi thjesht raportues të lajmit për çfarë ndodh. Por me sa kemi pyet me njerëzit, janë të friksuar natyrisht, por jeta e tyre vazhdon. Shikoni, për shumë familjarët, ky është një park këtu, ku janë mbledhur gjithë qytetarët dhe po ndihmojnë, aty po ushqejnë, kanë sjellë ushqime për të ngrënë banorët kush dëshiron. Pra është mbrojtja civile e cila po ndihmon. Tani, për sa na përket ne, ne kemi zgjedhur të kryejmë këtë të paktën unë dhe ekipi im i xhirimit në Top Channel kemi zgjedhur që puna jonë është dhe kjo. E kemi punë është lufta e 6, është era 6 shkruaj në një zonë lufte, nuk besoj se ka ndonjë gazetar në Ballkan nga 3 bashki force që të ketë mbuluar të gjitha këto frote, kam qenë në Ukrainë. Ishte tjetër luftë, tjetër pozicion, kam qenë në Siri, kam qenë në Liban, kam qenë në Gaza, jam këtu disa herë, detyra jonë është të mbulojmë lajmin. Tani nuk kemi ardhur për të qenë në Bodrum, nuk kemi ardhur të mbulojmë lajmin. Po, ta që do të shkonit në një vend tjetër ku ka pas pikërisht një sulm, a keni informacione, a ka pasur viktima dhe do ta përmbyllim me këtë? Për momentin nuk kam informacion për viktima, është një sulm në zonën e Bershevas. Pak minuta më parë ndodhi, sepse keni pasur që sistemi i 112-s, këtu është një sistem super modern. Në momentin që nisen raketat nga një zonë
e zëm nga zona e Iranit, me një vjen mesazh dhe ke 2 dhe 3 minuta kohë për të streuar diku. Në momentin që bie sirena, ke dhe 2 minuta të tjera. Pra, ardhja e mesazhit SMS dhe ardhja e raketave korrespondon me 4 deri në 6 minuta në total. Pra, ke kohë të fshihesh dhe të mbrohesh dhe të strehosh kudo. Pra, nëse bie sirena, ti ke kohë 2 dhe 3 minuta. Nëse bie mesazh, ke edhe 2 ose 3 minuta të tjerë. Kështu që në 6 minuta dikush ka kohë të strehohet kudo, nuk është frikë. Por patjetër është një tension i përhershëm, sepse të mos harrojmë që për shembull dje sepse Iran rreth e qark për të gjetur mundësinë e hyrjes në territorin e Izraelit, ishte shumë e vështirë, 24 orë na u deshte të hyrim. Dje në çdo 10-12 minuta binin sirenat e alarmit dhe mendoni si mund të jetë jeta e një popullsie prej 12 milion banorësh, e cila çdo 10-12 minuta, çdo 15 minuta duhet të strehohet dhe një bën strehim. Artori, faleminderit shumë për këtë lidhje direkte për këtë raportim, s'po ju marrim më shumë kohë, punë të mbar, le të themi të mbar në këto kushte që janë, sepse natyrisht kuptohet se situata është e tensionuar. Shpresojmë të ketë sa më pak viktima si në anën e Izraelit, i cili thotë se po mbrohet, ashtu edhe në anën e Iranit, në anën e theksojmë në anën e civilëve në Iran, sepse dihet natyrisht që popullsia dhe qeveria e Iranit është qeveria akuzuar nga gjithë vendet e botës për terrorizëm, për agresivitet dhe për masa për një diktaturë e rëndë, por populli i Iranit është një popull paqëdashës, me shumë kulturë dhe edukat, një popull vllai i cili meriton të mos përfshihet në këtë luftë, madje të rrësojë diktaturën në të cilën jeton. Pra, duhet të ndajmë politikën nga populli. Populli i Iranit është një popull të cilin të gjithë ne duam dhe respektojmë, por ushtria e tyre, mullat që ata kanë, janë një forcë agresive, një forcë dënueshme, që kanë vrarë jo pak njerëz, jo vetëm në Iran, por kudo në lindjen e mesme, kanë financuar terrorizmin, kanë financuar Hezbollahun, kanë financuar organizata kriminale në lindjen e mesme, kanë organizuar në Gaza, kështu që është tjetër qeveria e Iranit dhe tjetër populli i Iranit, ashtu dhe dikush do thotë tjetër populli i Izraelit. Duke se kemi dhe një shkëputje të vogël teknike, nëse përna të gjanë zotri Bibe, të falinderojmë shumë për gjithë këto informacione që sohet direkt nga vendi i ngjarjes. Uroj që t'jeni të sigurt ju edhe qytetarët tjerë. Tërkohë zotri Ismaili kërkojmë falje dhe falinderit për mirëkuptimin, sepse në këto rrethana natyrisht duhet t'ju japim përparësi gazetarëve në terren. Nga ju që pam bashkë, nga kjo lidhje direkte dhe këto informacione, ndalemi pak këtu, çka kuptuat? Si mendoni se është situata? Po situata jo vetëm në Izrael, po në gjithë lindjen e shtetet e Golfit është jashtëzakonisht e rëndë. Nuk është e qetë, është gjendje lufte. Mirë po, Izraeli është tu e përjetu pak ma rëndë, të them këtë situatë, për arsye se dje gjatë gjithë kohës ka pas sulme të jashtëzakonshme nga Irani në gjitha qytetet e Izraelit. Para pak çastës lexova që edhe aeroportin e Izraelit, Ben Gurion, është bombarduar dhe nuk është funksionar për momentin. Dhe kjo ankthi që qytetarët jetojnë, si shta gjatë gjithë kohës, me alarme që të presin, që të strehuan? Na vetë jenë akon para 27 vjetë, jenë akon pjesë e luftës, jenë akon një situatë njëtë. është një situatë e rëndë, nuk është, edhe pse shumica e njerëzve mundohen me dalë, me kalu, mos me përjetu që rëndë, është situatë jashtëzakonisht e rëndë. Kur dihet se ju mund të sulmoni çdo moment, pa asnjë paralajmërim. Në të njëjtën situatë kena pas vitet e 98-99 këtu në Kosovë. Vetëm se ata nuk kishin këto rrjetet sociale që çarkullonin shumë lehtë informacionet tonë. A e shihni sepse gazetari tha që në fakt kemi këto dhe paralajmërimin e Trumpit që diskutojmë tash, që situata është vërtet e tensionuar, që mund të ketë përshkallëzim, përfshirje të vendeve të tjera në këtë konflikt. Po, vetë Britania vetë është përfshirë. Kryeministri Britannik Starmer vetë ka dalë me deklaratë që e ka autorizu forcën ajrore mbretërore të Britanisë për aktivitete për marrjen e aktivitete pengimin e dronëve. Është e përfshirë edhe në Katar edhe gjithë. Shiqo, unë nuk kisha menduar që NATO do të përfshihet në këtë. Po, se dhe gazetari japin një opsion. E tha një profesionet që NATO... Thua që nuk mund të ndodhë. Jo, nuk mund të ndodhë, po... është situatë, jashtëzakonisht e vështirë dhe është situatë komplekse në këtë rast. Për shembull, Irani është deklaruar që do të sulmojë vetëm caqet ushtarake, po, bazat ushtarake që janë në region. Mirë po, jena konë dëshmitar që kohëve të fundit nuk i ka kursy as caqet civile dhe objektivat civile në për qytetet, sikur Dubai, Abu Dhabi, në Riyadh e këto shtetet për rreth.
Sepse gjatë gjithë kohës në këtë bashkëbisedim do të kemi edhe lidhje të tjera direkte që të kuptojmë se si është realisht situata në teren. Tashmë bashkë me neve është bashkangjitur Hyrieta Mirakaj, që është menaxhere në një kompani norvegjeze që merret me transportin detar në Dubai. Zonja Mirakaj, mirë se vini në Kosova Live. Përshëndetje. Faleminderit shumë për këtë inkuadrim. Si është situata dhe cili është angazhimi, themi kështu, i kompanisë tuaj për momentin? Situata për momenti është pak e qetë në sot, nuk kemi dëgjuar ndonjë sulm ende, thjesht në mëngjes ishin 2 ose 3 shpërthime ose që mund t'i konsiderojmë si shkatrimin e raketave në ajër për momentin. Nuk kemi dëgjuar një dëmtime apo humbje jete në qytetin e Dubai. Presim se çfarë do ndodhin gjatë ditës. Situata është e qetë. Gjithë njerëzit kanë marrë drejtime nga shteti se çfarë duhet bëjnë, si duhet sillen, çfarë duhet të mos bëjnë në gjitha me radhë. Për që ne jemi jemi duke ndjekur gjitha udhëzimet e shtetit. Na vjen mirë që në këto momente që po flasim, situata është e mirë dhe e qetë, po flasim pak për atë që ndodhi dje dhe ditëve tjera. Kishte edhe panik, pam edhe në aeroportet në Dubai që qytetarët gjatë gjithë kohës po mundoheshin që të gjindeshin në këtë situatë të evakuohen, themi kështu. Situata filloi që të shtunën, të shtunën në drejt kur filluan shpërthimet e para që ne i dëgjuam. Gjithë njerëzit ishin duke vazhduar ditën e tyre normale, askush nuk bëri diçka që nuk duhet ta bënte ose të merrte masat të largohen nga vendi, sepse ne gjithë jemi në situatë ku besojmë se shteti i Dubait i Emirateve të Bashkuara Arabe ka nën kontroll çdo gjë sigurisht. Pati disa shpërthime të shtunën, diku në drek, pastaj dëgjuam dhe disa në mbrëmje. Dhe dëmtimet e vetëm që ishin të shtunën ishte mbetet e raket, njëra për raketave ran nga hotelin Fairmont në Palm Jumeirah, ku pati disa dëmtime dhe disa të dëmtuar, por nuk pati humbje jete. Gjithashtu në disa mbetje të raketave në Abu Dhabi, ku humbën jetën 2 persona, njëri me në komshi të Pakistanit edhe tjetri filipinez. Por dëmtimet e mëtejshme nuk kemi dëgjuar. Normalisht, çfarë mund të them është asnjë raket deri tashmë nuk ka rënë në tokë. Të gjitha raketat janë shkatruar në ajër. Vetmja gjë që ka ndodhur është mbetjet e raketave kanë rënë në qytet, të cilat mund të kenë shkatruar dëme materiale. Po, duhet pak na, senatorish, ka një lloj frike, ne kemi parë shumë video në rrjetet sociale që njerëzit e kanë përballuar me frikë shumë të madhe. Personalisht base edhe ju, po në këto momente të sulmeve, sa jeni friksuar, cila ka qenë ajo gjendja të cilën ju e keni përjetuar? Unë personalisht jam friksuar jashtëzakonisht shumë, sepse shpërthime ndodhen sipër lagjes ku unë jetoja. Edhe në mbrëmje jam larguar nga lagja ku isha, sepse kompania ime, sepse më bët pyetje më parë, ka marrë gjitha masat që nëse ne duhet largohemi ose duhet largohemi jashtë qytetit të Dubait edhe të na ofrohen akomodime, janë gjitha të mbuluara nga kompania jonë dhe kompania na i mundson gjitha këtë dhe është duke ndjekur vazhdimisht se çfarë po ndodh me ne në qytetin ne që punojmë në zyrën e Dubait. Unë jam larguar diku më në veri të Dubait, në një qytet tjetër Umm Al Quwain për një natë, sa u qetësua gjendja dhe më pas u riktheva sërish, sepse nuk besoj se ka ndonjë ndryshim midis vendit ku ndodhet tashmë në Dubai. Për momenti jam diku larg qendrës së time të banuar, jetoj me shoqet e mia për momentin, me disa shqiptarë të tjera që jemi bashkë. Pas kontakte me shqiptarë të tjerë që ndodhen atje, ke pas kontakt këtyre ditëve? Do të thënë, me shoqërinë, me njerëzit që unë njoh, normalisht jemi në kontakt, të gjithë janë duke vazhduar punën e tyre normalisht, siç kemi marrë udhëzimet, çdo varet nga puna që ne bëjmë normalisht. Nëse ti punon në hospitalitet, je i detyruar të shkosh në punë të shërbesh njerëzve dhe klientëve të tu. Nëse ti punon si puna ime në zyrë, ne që punojmë në zyra kemi fleksibilitetin të punojmë në shtëpi. Kështu që askush nuk është i detyruar të shkojë në punë për momentin. Dhe janë përgjithsisht jemi okay, normalisht. Situata nuk është fush me lule, por që ne kemi besim të çfarë lloj gjë që shteti është duke marrë përsipër edhe deri tashmë ne jemi okay. E bëra këtë pyetje për shqiptarët e tjerë sepse këtyre ditëve natyrisht shqetësimi është edhe shumë prej tyre që ndodhen atje tashmë kanë mbetur, linjat ajrore janë bllokuar dhe nuk mund të lëvizin. Çka do të ndodh? A ka një plan, a ka një informacion për këtë që besoj është shumë e rëndësishme?
Okej, aeroportet e Dubajit e Abu Dhabit janë mbyllur normalisht. Lajmërimi i sotëm ka qenë që fluturimet nga Abu Dhabi edhe Dubai janë anulluar deri nesër në mesditë. Sigurisht, siç që keni dëgjuar dhe ju, terminali 3 aeroportit të Dubajit u qellua me dron. Pati disa të dëmtuar, njëse dëmtuar, pas kush nuk humbi jetën deri tashmë. Ta ne dim, majsa dim dhe majsa jemi informuar. Por para pak minutash, një nga kolegët e mi tregoi ose na informoi se Abu Dhabi do fillojnë fluturimet të shpejti. Por gjithashtu një nga kolegët e mi u largua drejt Omanit, që të merrte avion nga Moskati edhe të largohej drejt Turqisë apo Singapurit, sepse disa nga fluturimet nga Moskat Oman ishin të hapura, por me sa dëgjova tashmë tha se Moskati i ka mbyllur fluturimet. Po, se kërkoj fjallën... Po, edhe zotri Ismaili që kemi në studio për të. Lidhe me anulimin e fluturimeve, qeveria e Emiratet Bashkuara Arabe ka dalë me deklaratë për gjithë turistët që gjenden në Emiratet Bashkuara Arabe dhe nuk mund të fluturojnë nga Emiratet Bashkuara Arabe, që ka lëshu deklaratë që hotelet t'ja vazhdojnë qëndrimin dhe për gjitha shpenzimet, qeveria e Emiratet Arabe do ta merr përgjegjësi. Kjo është e rregulluar, kështu që gjithë turistët, gjithë qytetarët e huaj që gjenden në Emirate, barimin e kanë të sigurt dhe jetesën e kanë të sigurt. Tash po mënoj të sigurt ato që nuk kanë mbetur në rrugë, hotelet nuk guxojnë t'i largojnë, po janë të strehuar. Pyrieta nuk e di... Po, cili është plani, do të vazhdosh qëndrosh atje? Sigurisht. Sepse besoj që familjarët po presin që gjithë kthehen, duke i kërkuar për shkak situatës që të kthehen, qoftë në Shqipëri, qoftë në Kosovë dhe në vendet tjera më të sigurta për momentin, themi kështu. Janë dy gjëra që unë mund të konsideroj. E para punës, nëse ne hapën rrugët për të kthyer dhe nëse shohim të nevojshme të kthehemi dhe të detyruar të kthehemi, më të normale që ne do kthehemi dhe do marrim përsipër fluturimet edhe të kthehemi sërish në vendlinjen tonë apo kudo tjetër që kompanitë për të cilën ne punojmë na ofrojnë një akomodim. Kompania, për shembull, nëse unë marr veten time dhe kompani për të cilën unë punoj, ne jemi në kontakt të vazhdueshëm me menaxherët tanë, edhe nëse ne kemi nevojë të largohemi ose duam të largohemi, ata do gjejnë format e pamundura për të na ndihmuar neve nëse duhet të largohemi. Por në të njëjtën kohë, ne duhet unë si person, si Hyrieta, duke qenë se Emiratet e Bashkuara Arabe janë duke bërë të pamundur të na mbrojnë rezidentë që jemi emigrant nga gjithë bota. Ke parasysh por na ofruar një siguri, edhe neve në momentin më të vështirë ta lëmë këtë vendin sepse kemi ku shkojmë tjetër, nuk është diçka korrekte për mendimin tim. Por gjithsesi, nëse unë shoh të nevojshme të qëndroj dhe siguria që na ofron Shteti i Emiratet Bashkuara Arabe është okay, unë do qëndroj nëse e shoh që nuk ka më mundësi për të qëndruar më tutje. Edhe vetë Emiratet Bashkuara Arabe na konfirmon që ne jemi të lirë ose kemi dëshirë të largohemi ose kemi nevojë të largohemi, edhe duhet të largohemi, normalisht do largohemi. Por situata është ende e pa ditur se ku do përfundoj, si shumë gjëra kanë ndryshuar, shumë shtete janë futur në konflikt, kështu që për momentin jemi ende në pritje të udhëzimeve të mëtejshme. Mirë, ju falenderoj për të lidhje direkte, po, dhe informacionet. Që pa diskutim janë shumë të rëndësishme dhe i vlerësojmë në këtë gjithë këtë situatë që është. Ismaili dhe regjia do të na ndihmoj pak me Trump, me paralajmërimin e Trump që do ndalemi, se natyrisht në këtë konflikt le të themi Trump ka qenë i vendosur. Iranin do ta godasim me forcë të plot deri në arritjen e objektivave, do të hakmerremi për 3 ushtarët. Çka mund të ndodhë? Çka po paralajmëron saktësisht në rreshta le ta themi, edhe pse është shumë e qartë kjo. Shiqo, nuk po paralajmëron kurrë përveç ato që e ka bo. E ka bo marrët. Ka marrë sulme ajrore, ditë kjo ka pasoja në udhëheqësit iranian, Ayatollah Ali Khomeini ka humbur jetën edhe ish presidenti i Iranit Ahmadinejad, ata veç kanë humbur jetën, njëjtën gjë. Mirë po, a do të intensifikoj? Zakonisht Amerikanët njihen për... Mbas është një paralajmërim i tillë, që ka qenë më intensive. Sulmet do të intensifikohen. Padyshim që Amerika ka këtë, Shtetet Bashkuara të Amerikës e kanë këtë që nuk e lënë, me thonë, me shku Sidomos Trump, sidomos Trump, njëtë për veprime kështë edhe ka edhe atë vetin që është i paparashikuar edhe merr vendime jashtëzakonisht shpejta edhe çtira. Mirë po sa i përket
deklaratës sekretarit mbrojtës Këshillit Mbrojtjes Iranian, që ka thonë ne nuk negociojmë me Trumpin, negociatat do të vazhdojnë. Lufta fillon edhe përfundon në tavolinë. Flasim pak edhe për historikën, që shka ardhur deri tek këto të themi ky konflikt, konflikti mos përputhjet. Po Trumpi është i njohur që i për goditjen e diktatorëve. Konflikti iranian, Iran-SBA nuk është as i frikshëm, nuk është, po më i frikshëm tash, pas nuk është daton qysh nga vitet 1979, qysh nga revolucioni islamik me kapjen e pengjeve të luftës që i kanë mojtë për 444 ditë. Konflikti daton qysh nga vitet për fundi viteve 70-ta. Për atë kanë vazhduar gjithmonë kena pas, jo para 3 muaj kena pas prap, para 2 muaj në fakt, kena pas prap një sulm të SBA-ve në Iran, ku i ka bombarduar disa laborator të qendrave nukleare që kanë qenë për laborator për varfërimin e uraniumit, për krijimin e bombave atomike. Ky është një konflikt i hershëm, çka tash do të besoj që do të merr një kahje ndryshe. Çfarë kahje? Së ndalemi këtu tashmë çështja është pra konflikti ekziston. Prej kohësh, edhe është vetëm duke u shkuar dhe u instifikuar, si e thatë edhe jo, po ajo që më intereson është sepse pyetja tashmë është se a mundet që ky konflikt prej kohësh tashmë ta prek edhe Ballkanin? A ka një rrezik të tillë? Sa i përket Ballkanit, unë personalisht nuk mendoj që do të kemi një rrezik të tillë. Me qenë se kena një sistem të sigurisë, mu me thonë që jashtëzakonisht mirë, kena një agjensi të inteligencës të mirë, e cila arrin të identifikoj problemet para se me ndodhë. Na nuk kena si faktori irakian proxy, që i thonë, sikur që është Hezbollahu, që është milicia sheite në Irak. Okej, e cilat vende mund të përfshien në këtë konflikt? Zakonisht cilat vende ka mund të përfshi, veç jo përfshi. Janë shtetet e Gadishullit Arabik, si që e tha dhe gazetarit, Turkia për Turqin nuk menoj që do të... Po, se nga një deklaratë e Erdoganit u pa një mos dëshirë për të futur në këtë konflikt. Në këtë rast, asë njëm për i shtetëve nuk kam pas dëshirë, mirë po Irani ka sulmu, asë Emiratët, Arabia Saudita, as Omani, as Bahreini, as Katari nuk kam pas dëshirë me mu kysh luft. Mirë po Irani ka sulmu, mirë po kur të marrësh me i krahasu fuqinë e Turqisë dhe fuqinë e Iranit, thuj se janë të barabarta. Dy shtetet... Dhe a parasha që mund të përfshihet Turqia? Jo, nuk e besoj. Sepse në këto momente që po flasim dhe që u përmendën edhe këto sulmet, pra në këto momente është lajmi i fundit që Irani ka godit rafinerin më të madhe të naftës në Arabinë Saudite. Pra, kanë goditur të hënën në mëngjes, ndërsa Kuvajti raportoi sulme të ndërprera në ditën e 3 të sulmeve hakmarrëse të Iranit ndaj vendeve në rajon. Sulmi ndaj rafinerisë së naftës Ras Tanura Arabi Saudite ka shkaktuar zjarr në kompleks, kanë thënë autoritetet. Po, Irani është duke goditur çaqe. Mirë po, çka më le përshtypje, është shtetet të cilat janë sulmuar nga Irani nuk kanë pas një kundërveprim. Asnjë nga tyre, asnjë nga ata nuk ka marrë sulm ndaj çaqeve të Iranit. Përveç se Emiratet Bashkuara Arabe i kanë shkëputur marrëdhënie diplomatike me Teheranin, i kanë tërhequr ambasador. Asnjë nga shtetet tjera, as Arabia Saudita, as Katari, as Omani, as Bahreini, as shtetet tjera nuk i kanë tërhequr as ambasador. Janë edhe që vinë pikërisht nga sulme, besoj, për cilin raportuam. Ndërkohë tash në këtë bashkëbisedim është bashkangjitur edhe zotri Lutfi Bilali. Zotri Bilali, mirë se vini në Kosova Live. Përshëndetje. Ne sa po flisnim për një lajm të fundit ku dronet iranian kanë goditur rafinerin Ras Tanura të Arabis, pra të naftës temi kështu, si po e shihni situatën në këto momente që po flasim? Po, një përshkallëzim duket është pa evitueshëm. Që nga shtuna do thotë lindja mesme ka marrë një kahje të një vendi që është bure baroti për jo vetëm që prish ekuilibrat në lindjet e mesme, por mendoj edhe më gjerë. Goditja që bëhet përburim tek vendet është vendi i vetëm Irani, mund të them një histori jashtëzakonisht interesante që godet për një ditë 8 vende. Dhe kjo do hyjë në histori, them drejtën, jo që ka goditur qëllimisht tazo Katarin apo Kuvajtin, por bazat amerikane, por si do qoftë, do thotë, sidomos në Emiratet e Bashkuara Arabe ka bërë dëme që në tërët infrastrukturën e hotelerisë dhe aktiviteteve që njihen
si resor të jashtëzakonisht të fuqishme. Por në Arabi Saudite goditja është bërë me qëllim që komplet ta vështërsoj qarkullimin jo vetëm me mbylljen e ngushtisë së Hormuzit, por edhe për të ardhmen e afërt të shkaktoj probleme në industrinë e tillë e cila me të vërtetë në këto vende është pasuria që jenë bashkë me Arabi Saudite, është dyshi dhe treshi i burimeve të naftës në nivel botëror pas Venezuelës. Por problematika qëndron diku tjetër, që në gjeopolitikën e sotshme thehen shumë barriera për të ardhmen, mund të them të një shekulli, për interesat njërës apo superfuqive këtë rast të kinezëve apo amerikanëve. Apo thehen për momentin barriera me këtë konflikt, me këtë që po ndodh? Me sa duket po. Cila është konkretisht? Po, shif kontrolli i lindjes së mesme për shkak të resurseve që ka lindja mesme. Ka qenë pikë fundi ka lindë edhe njerëzimi, për ata që besojnë, për ata që s'besojnë nuk kam çka bëj. Po njerëzimi ka lindur në këtë tokë, në këtë vend, në këto territore dhe mendoj që ka të bëjë edhe me kulturën, me civilizimin e njerëzimit përgjithësi. Por për dominim të perandorive të mëdha apo të fuqive të mëdha është më rëndësi burimet dhe pozicioni gjeostrategjik. Dhe në këtë drejtim mendoj që lufta bëhet për këtë qëllim. Bilal, se derisa po flisni ju, po shoh edhe disa reagime nga i ftuarit që kemi edhe në studio që mbase nuk po pajtohet dhe mund të ashtrojmë edhe debatin. Po, Ismail. Unë nuk kisha thonë që lufta bëhet dominim për arsye se asnjëra nga palët nuk janë të kthyer me invadu territore. Është luftë që është të bë për hakmarrje për arsye se shtetet cilat kanë qenë janë të bombarduar. Si pas akuzave gjithmonë të qeverisë iraniane, është se kanë leju hapësirën ajrore tyre që aeroplanet fluturojnë dhe ta marrin një aksion në Teheran. Jo që Irani dëshiron të invadoj fushat e naftës në Emirate apo në Arabi Saudite dhe ta ketë kontrollin dominant. Dihet se e përmend edhe grykën e Hormuzit. Iranive që kam kontrol atë gryk, qysh prej kohësh. Po, ka qenë në kontrol të Iranit. Po, se nuk po di emrin personit që është i nderuar atje. Ngushtisa e Hormuzit është, do thot 50 kilometër gjatsësi ka dhe kontrollohet, kuptohet. Unë fola diçka tjetër, nuk ka qenë ndoshta keq kuptim. Ku është qëllimi pse godet tash pas fillimit të luftës puset e naftës në Arabi Saudite apo një rafineri gjigant atje të Arabi Saudite në këtë rast. Unë kuptoj fort mirë me një këtë problematik për sjellje dhe kom shkrime, kom libër për konfliktet në lidhjet e mesme dhe nuk flas rastisht. Por unë fola në aspektin gjeopolitik që qëllimi ju e përmend dhe goditja ka ardhur si kundër goditje, vërtet është. Ashtu është. Por në këtë rast mendoj që shumë dritën para. Mos kesh se po ta në rregull janë kështu. Sa po vlasë Bilal. Po, nuk prish po. Por si do qoftë mendoj që kemi një thyrje të madhe të dy fuqive, mendoj që kinezët dhe amerikanët janë pretendentë për të mposhtur apo zëvendësuar njëri tjetrin. Mendoj që do jetë një situatë goxha e vështirë sepse kemi ngjarje dhe momente që nuk dihet si do të rrjedhin ngjarjet në të ardhmen. Po, Bilali, na pret në veç pak se do të kthehemi te ju, do të shkojmë te një lidhje drejt për drejt në Izrael. Nuk e di nëse zotri Bilali ka kohë na pres, sepse më duket që ka angazhime. Që s'ka kohë për shëndesin. Na jep një përgjigje zotri Bilali që mos ju lejmë në pritje, sepse kemi edhe një gazetari tjetër që do ta inkuadrojmë. Po me knatësi radhë tjetër besoj që do jemi edhe në studio. Bisedojmë, sepse situata po vazhdon, kështu që ju falenderojmë shumë dhe të përshëndesim. Po, është Ita Gani, shqiptare që jeton në Izrael. Gazetari, kërkoj falje. Ita, nëse për atë gjanë, mirë se vjen në Kosova Live. Mirë se u gjeta dhe përshëndetje. Faleminderit shumë për këtë inkuadrim. Si është gjendja atje?
Gjendja vazhdon të jetë e vështirë, gjendje lufte, por ajo që ndjem pak ka më qetësi në krahasim me 2 ditët e mëparshme, sulmet janë ralluar në krahasim me çfarë ka qenë, koha e sulmeve është pak më e madhe. Kështu që ka një farë ndryshimi nga ana e sulmeve të Iranit, por ajo që është kryesore, dhe rëndësishme, që dhe Hezbollahu është përfshirë mbrëm natën, ka sulmuar në Izrael, kështu që lufta është dyfishuar, mund të them, në Izrael, dhe gjendja vazhdon të jetë, gjendje vështirë, gjendje lufte, jemi të gjithë në gatishmëri, jemi të mbyllur në shtëpia, nuk dalim jashtë. Vazhdon pa ajo gjendje. E rëndë. Një gjendje natyrisht, një frikë që vret tek të gjithë. Çfarë e ka veçuar gjatë këtyre ditëve këtë konflikt? Mbas edhe nga kontaktet që keni pasur, ndoshta edhe me shqiptarët e tjerë. Kështu që na trego pak si kanë qenë këto ditë saktësisht. Ne jemi në lidhje me të gjithë shqiptarët, atë, si me thënë, ebrejt që janë shqiptarë që janë në Izrael, edhe deri tani që të gjithë janë mirë, do me thënë nuk kanë pasur dëme, dhe dëmet relativisht në Izrael, do me thënë, nuk para kanë rënë disa raketa, dje ka rënë në zonë të hapur, do me thënë nuk ka pasur rënje sot të paktë, nuk ka pasur rënje raketash, dhe kjo do me thënë është diçka e madhe, sepse rënja e raketave nuk dihet se ku bien, ata nuk kanë objektiv se ku gjuajnë. Ato janë raketat të cilat nuk kanë sukses për të plasur në ajër dhe plasin kudo që bien. Jo se janë raketa me objekt të caktuar, absolutisht jo. Kur sulmohet Izraeli, sulmohet i gjithë Izraeli, gjitha ata Izraelit është e kushe, dua të them që të gjithë jemi në gatishmëri dhe natyrisht frika e madhe është vetëm rënja e raketës, sepse nga anët e tjera pastaj kur plasën në ajër ne jemi të sigurt, jemi brenda në dhomat e strehimit. Po ku jeni saktësisht? A mund të na tregoni ku gjendeni ju saktësisht në këtë momente që po flasim? Unë tani jam në sallon në shtëpinë time, po kam dhomën e sigurimit brenda. Që në qoftë se kam marrë sinjalin e sirenës, unë futem direkt atje, do me thënë nuk e kam problem, sekonda, do me thënë duhet që të futem atje brenda, por me gjithatë nga momenti i sirenës, unë kam 5 minuta kohë që të futem në dhomë. Në rregull. Ajo që kam intereson është edhe raportimi i mediave atje. Çka thonë mediat për këtë konflikt dhe si e parashojnë tutje? Mediat flasin që do të jetë një luftë e vështirë. Lufta, do me thënë, derisa të arrijë ato objektivat e saj. Objektivi parë të partën u realizua me vrasjen e Khamenait që u vra dhe i gjithë kreu i Iranit. Do me thënë, objektivi parë ishte që për shndërimin e shtetit iranian nga një shtet diktator të kthehet në një shtet demokrat, me dyert e hapura të perëndimit, me dyert të hapura të zhvillimit, me një liri për popullin e tij. Dhe ky ishte qëllimi i parë. Qëllimi i dytë natyrisht janë shkatrimet e fabrikave të armëve atomike, të cilat sillin një kërcënim shumë të madh për lindjen e mesme, sepse sot po e shikon bota se çfarë rreziku ishte Irani, jo vetëm për Izraelin, por dhe për lindjen e mesme. Dhe ky është qëllimi kryesor, derisa të shkatrohet tani, besoj që derisa të shkatrohen të gjitha ajo fuqi e ushtrisë dhe armëve të Iranit, them që vetëm atëherë do të mbarojë lufta. Ndërkohë, njohës të gjeopolitikës, a parashojnë që në fakt kjo mund të ndodhë shumë shpejt, apo vërtet konflikti mund të marko, mund të ketë përfshirje të vendeve të tjera? Cili është paralajmërimi nga ana? Për përfshirjen e shteteve të tjera, vendeve të tjera nuk paraflitet, sepse siç e shikojmë këtë partën aktualisht, që vërtet Irani kërcënon dhe gjuan në vendet e tjera, fqinje që ka atje, që janë shtete muslimane, mund ta theksoj, por deri tani nuk kemi pasur asnjë reagim, sepse siç duket Amerika dhe Izraeli në bashkëpunim, deri tani mund t'i bëjnë ballë kësaj lufte. Dhe siç duket do t'i bëjnë ballë deri në fund dhe prandaj nuk ka asnjë arsye që vendet e tjera të futen në këtë luftë.
Kështu e mendoj unë të partë, me sa e shikoj, dhe po se çfarë për masa do të marri luftës nuk e dihet asnjëherë. Sepse mbrëm, Irani dha një ultimatum që kërkon të bëjë dhe bisedime dhe tha që Hezbollahu nuk do të marri pjesë në luftë me të, edhe Temani, por në fakt mbrëm e dha atë njoftimin, marrëveshjen që donte të bënte dhe faktikisht Hezbollahu doli në luftë mbrëm, kështu që kujt i besosh? Për çfarë ti besosh Iranit? Për të tuar në studio do të bëjmë një pyetje më pas do të kalojmë prapë tek ju. Si po e shfrytëzon një diçka tjetër e rëndësishme këtë situatë, këtë konflikt Rusia? Çka po bën Rusia? Rusia për momentin nuk është ka bën asgjë përveç se disa deklaratave që ne nuk do të rrim duar krysh nëse inkuadrohen këto. Për momentin Rusia nuk ka ndonjë veprim që Vladimir Putin e ka ndërmarrë. Rusia është krejt fortën është të koncentru në Ukrainë, për arsye se edhe lufta 4 vjeçare nuk është që e ka kalu pa pasoja në Rusinë. Tash, kjo më shumëti i shkon për shtati Kinës, për arsye se Kina nuk e ka ndërmend të bëj luftë. Kina invazionin botëror, ose ndikimin botëror e shton përmes faktorëve ekonomik. Kjo është që më shumë të shkon për shtatit Kinës. Kina nuk do të hynë luftë, kjo është shumë i sigurt, për arsye se ka qëllime tjera dhe qëllimet e veta do të arrijnë përmes faktorëve ekonomik, përmes investimeve në për shtetet huaja. Në fakt, ndikimin ekonomik, ndikimi ekonomik është ai që i Kinës në rajon, është ai që e ka bo Trumpi të merë disa veprime tilla. Përsa ta pyesim mitën edhe për diçka tjetër, ambasadorja shqiptare në Tel Aviv ka thënë se janë dikon 12 shqiptarë që kanë kërkuar asistencë nga ambasada që ndihmohen sepse për shkak të sulmeve të shpeshta që ka pas. Keni ju informacione, keni kontakt me shqiptarët e tjerë atje, a keni ndonjë grup ndoshta ku ndani këtë eksperiencë cilën po kaloni bashkë? Tjetër, në ebrejt shqiptar në Izrael janë edhe një familje të cilët kanë lidhje familjar me njëri tjetrin dhe natyrisht ne jemi në lidhje për në çdo moment që flasim, por dhe janë mirë deri tani, por ajo që është kryesorja që dhe unë dëgjova ambasadoren Meri Kumbo, e cila tha që janë 11 shqiptar të cilët janë për arsye të ndryshme, punë, studime që janë në Izrael. Dhe vërtet unë si shqiptare i dhash të ndihmën e parë, thash në qoftë se ka shqiptar dhe vërtet qoftë se kanë mundësi dhe të dëgjojnë, unë jam gati t'i pres në shtëpinë time, ka mundësi, kam vend, sikur dhe një t'i jetë vetëm, do me thënë që nuk ka ku të shkoj, unë e pres me dëshirë dhe natyrisht e propozova një gjë të tillë në ambasadë. Por deri tani ne nuk kemi marrë ndonjë njoftim dhe shpresoj që dhe ata të jenë të rregulluar, sepse ebrejt që janë në Izrael, ata kemi marrë 35 vjet në Izrael, kemi marrë një edukim lufte, dim si të përballojmë situatën, ndërsa për një shqiptar i cili nuk ka kaluar luftë, patjetër që është shumë e vështirë situata dhe prap i bëj thirrje kush ka nevojë për ndihmë. Unë jam gati që ta ndihmoj, ta pres me kënaqësi. Në fakt, kjo është për të duar trokitur, sepse edhe këto tregojnë që shqiptarët gjithmonë janë për shqiptarët, por deri tani me sa po kuptoj nuk është lajmëruar askush. Duket se janë sigurt edhe shqiptarët e tjerë atje. Po, shpresoj. Faleminderit shumë. Ju urojmë e shpresojmë siguri maksimale edhe për ju atje. Faleminderit shumë që u lidhët dhe na dhat këto informacione. Ju lutem. Faleminderit Ita. Ismaili, diçka e cila po flitet që nëse ky konflikt vazhdon edhe në përmasat e tilla, por edhe nëse do të ketë përmasat e tjera më të mëdha, ajo që mund të ndodhësh në tregun tonë, sidomos të natës, do të ketë rritje të çmimeve. A do të ndodha, parashini që mund të ndodhë kjo? Kjo do të ndodhë. Për shkak se veç Irani e ka bllokuar këtë grykën e Hormuzit, çka gryka e Hormuzit njihet si 30% e furnizimeve botërore të naftës kalojnë nëpër atë gryk. Për momentin gryka është e bllokuar nga forcat irane, kanë çu paralajmërim që çdo tanker me naftë që kalon aty do të sulmohet nga marina e iraniane. Kështu që presim një ngritje ekonomike për atë edhe me zotëri. Ngritje të lehtë apo tash këtë marrë se sa do zgjasë kjo. Për atë edhe desha
të folë me Lutfi Zotri Bilali. Me Zotri Bilali për arsye se në gjatë luftës zakonisht sulmohet infrastruktura kritike. Për sot Bilali në ala. Ato fuqitë mëdha që Ato fuqitë mëdha kanë zakonisht sulmohet njëndër infrastrukturë kritike që konsiderohet në Arabi Saudite janë në rafineritë e naftës. Regjia, na konfirmoni nëse do të kemi lidhje të tjera direkte. Nëse jo, do ta përfundojmë se senatori shihet që do të ketë zhvillime e paralajmërimi gjithandej, vetë paralajmërimi i Trump flet shumë siç e thatë edhe ju. Përfund diçka në këtë situatë në cilën çka parashinim? Shiqo, është situatë jashtëzakonisht komplekse. Janë gjithë shtetet e Gadishut dhe Arabik janë të involvuar. Unë pres, edhe po të them drejt edhe lutem për ato që bombardimet sa më shpejt ndalen dhe bisedimet me Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe Iranit të vazhdojnë në Oman. Për arsye se të premten e ardhshme ka konë rundi i ardhshëm i bisedimeve. Do se Irani thotë që s'është interesuar. Jo, këto deklaratat për opinion nuk duhet t'i marrëm edhe shumë seriozisht, sidomos deklaratat e ushtarakëve. Mund ndodhin befasia. Edhe luftat zakonisht edhe fillojnë edhe mbarojnë në tavolinë. Siç e tha. Unë besoj që duke të thënë tavolinës bisedimeve do të arrijnë marrëveshje dhe sulmet do të ndalen. Tash, sa do të zgjat kjo? Nuk besoj që do të jetë me një të ardhme, po mendoj brenda 2-3 ditë brenda javës sashme, mirë po brenda një javë, eventualisht 2 javë do të ulen palët, do të negociojnë dhe do të gjeni marrëveshje. Edhe tash na folëm për vrasjen e Homeinit dhe disa. Tash krejt në varet se kush do ta zaventësoj Ajetullah Ali Homeinin. Tash zonat janë që do të jetë djali i tij sipas ardhsit i tij, dhe tash çfarë qasja i do të ketë. Po pikërisht në këtë rast nëse do të ketë mund të merret në mes se çka do të ndodhë. Në çfarë qasje do të ketë ai në raport me zhvillimet në rajon. Faleminderit shumë çfarë sot. Kënaqësi.